Në Toyoake, në prefekturën Aichi të Japonisë, Asamblea Bashkiake ka nxjerrë një udhëzim që kërkon nga banorët të përdorin smartphone-at dhe tabletat vetëm 2 orë në ditë, jashtë punës dhe shkollës. Urdhëri ka për qëllim të ulë efektet negative që përdorimi i gjatë i ekraneve mund të ketë mbi gjumin dhe shëndetin mendor. Nuk ka sanksione për ata që e kalojnë kohën e rekomanduar dhe mesazhi synon të jetë më shumë edukativ. Nxënësit e shkollave fillore dhe fëmijët më të vegjël duhet të ndalojnë përdorimin e pajisjeve pas orës 21, ndërsa të rriturit dhe nxënësit e shkollave të mesme duhet ta ndërpresin pas orës 22. Bashkia kërkon që familjet të vendosin rregullat e tyre për përdorimin e pajisjeve dhe të bashkëpunojnë me shkollat. Ky nuk është udhëzimi i parë në Japoni. Në vitin 2020, prefektura e Kagawa kishte nxjerrë një udhëzim të ngjashëm për të kufizuar kohën e lojrave dhe përdorimin e smartphone-ave nga fëmijët, por kjo është hera e parë që thirrja përfshin edhe të rriturit. Kryetari i bashkisë i bëri thirrje prindërve të mos kalojnë kohë të tepruar para ekraneve, veçanërisht në mbrëmje ose gjatë kohës me familjen.